Bashkimi Evropian heq të gjitha masat ndëshkuese ndaj Kosovës, njoftimi presidentes Osmani dhe konteksti i vendimit. Prishtinë, Bruksel, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, njoftojmë 17 dhjetor 2025 se Bashkimi Evropian ka vendosur të heqë të gjitha masat ndëshkuese të vendosura ndaj Kosovës, pasi tensionet politike dhe institucionale u ulën në vend pas zgjedhjeve lokale në komunat me shumicë serbe në veri të vendit. Ky vendim pritet të hyjë plotësisht në fuqi deri në fund të janarit 2026. Origjina e masave ndëshkuese. Masat ndëshkuese kundër Kosovës ishin vendosur nga Bashkimi Evropian në qershor 2023 si reagim ndaj tensioneve dhe ngjarjeve në veri të vendit, ku komuniteti serb ishte përfshirë në përplasje me autoritetet kosovare pas vendosjes së kryetarëve shqiptar në komunat me shumicë serbe. Këto masa përfshinin ndërprerjen e vizitave zyrtare, pezullimin e projekteve të financuara nga BEA dhe ndalimin e zbatimit të fondeve të caktuara. Vendimi për heqjen e masave. Gjatë samitit Ballkani Perëndimor në Bruksel, presidentja Osmani njoftoi se gjatë bisedimeve intensive me partnerët evropian është marrë vendimi që të gjitha masat ndëshkuese ndaj Kosovës të hiqen. Ajo sqaroi se një pjesë e masave është hequr menjëherë, ndërsa pjesa tjetër do të hiqet deri në fund të janarit 2026. Në fjalimin e saj, Osmani theksoi rëndësinë e rezultateve të arritura dhe falenderoi udhëheqësit e BE-s për vlerësimin e përpjekjeve të institucioneve kosovare në rrugën e integrimit evropian. Reagimi i Bashkimit Evropian. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, konfirmoi gjithashtu që vendimi për heqjen e masave është një hap përpara dhe se BEA do të lëshojë fonde të bllokuara për Kosovën. Sipas planeve të Komisionit, rreth 205 milion euro ndihmë financiare pritet të jenë të disponueshme për Kosovën në fillim të vitit 2026, si pjesë e mbështetjes së procesit të zgjerimit dhe zhvillimit ekonomik. Arsyeja e heqjes së masave. Vendimi për heqjen e masave vjen pas zgjedhjeve lokale të 12 tetorit 2025 në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, ku transferimi i pushtetit u realizua në mënyrë paqësore dhe ligjore. Ky zhvillim u konsiderua nga BEA si kusht esencial për të zhbllokuar masat ndëshkuese dhe për të rifilluar bashkëpunimin e plot midis Kosovës dhe institucioneve të BE-s. Çfarë do të ndryshojë për Kosovën? Lirimi i fondeve të bllokuara. Pjesa e parë e fondeve do të lirohet menjëherë, dhe pjesa tjetër në fillim të vitit 2026, duke përfshirë mbështetje për projekte të zhvillimit ekonomik dhe social, rikthimi i bashkëpunimit me BE-n. Heqja e masave do të lehtësojë bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe atyre evropiane, duke forcuar perspektivën e integrimit evropian, sfida dhe perspektiva. Heqja e masave ndëshkuese është përshëndetur si një hap pozitiv drejt përmirësimit të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian, por procesi i integrimit mbetet kompleks dhe kërkon zbatimin e plotë të reformave dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.